Situatë e tensionuar mes Gjestit dhe Rozanës, kur erdhi ishte dashura. Miqësia mes Gjestit dhe Rozanës ka kaluar në një fazë krize, duke u shndërruar në një rivalitet të hapur për shkak të lojës dhe çmimit të madh në Big Brother VIP. Ajo që dikur duke si një aleancë e fortë, tani është kthyer në një luftë fjalësh dhe distancim të dukshëm mes tyre. Pas një periudhe të ngushtë miqësie, ku kalonin shumë kohë së bashku dhe krijonin momente të bukura, raporti mes tyre është përkeqësuar ndjeshëm. Gjesti I ka bërë të qartë Rozanës se nuk dëshiron ta ndjek më nga pas, dhe se ajo duhet të ruajë distancën. Në një bisedë të tensionuar, ai u shpreh me tone të ashpra. Shpirtin ma ke lodhur o vëlla. Kështu edhe kur më erdhi ish femra të kam lënë. Vdes për vëmendje. Mos më hajde pas, këto gjëra I bën veç për të përdorur për vëmendje. Ti nuk më do mua. Mos më thuaj më të kam gjanë kur nuk më do. Ai e vjoi deklaratën e tij edhe më ashpër, duke I kërkuar distancë të plotë. Mos mi përdor gjërat. As mirëmëngjesi mos më thuaj. Të kam thënë mos më hajde pas. Nga ana tjetër, Rozana nuk I ka pranuar akuzat dhe ka reaguar fuqishëm ndaj shëndrimit të tij, duke e kundërshtuar me argumente të saj. Ajo e hodhi poshtë idenë se e ndjek nga pas për vëmendje dhe deklaroi se miqësia e tyre ka qenë e sinqertë. Tensioni mes tyre vazhdon të rritet, duke sjellë përplasje të reja dhe duke I shtuar më shumë dinamizëm dhe dram lojës. Publiku po e ndjek me shumë interes këtë përçarje, duke u ndarë mes mbështetësve të dyja palëve. Si do të zhvillohet më tej ky raport? A do të mund të riparojnë miqësinë apo gjithçka ka marrë fund? Kjo mbetet për t'u parë në javët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!